Unë pedaloj sepse është zgjidhje praktike në këtë qytet. Unë pedaloj sepse lëviz më shpejt, pedaloj sepse mënyra se si e shoh lëvizshmërinë është shumë më mjedisore se sa të eci me makinë. Nuk mund të përdor makinën për lëvizje të cilat shumë lehtë i bëj me biçikletë. Nuk mund të përdor makinën për të çuar tim birë në kopësh, kur për 3 minuta e çoj në kopësh dhe nuk kam nevojë as pse të corolladhem për të parkuar makinën para kopshtit. E njëjta gjë te vendi punës, e njëjta gjë për të blerë bukën apo për të blerë fruta perime. Në shumë më e thjeshtë sot të lëvizësh me biçikletë dhe shumë më praktike. Është një stil jete që e kanë përqafuar qytetet më të zhvilluara europiane, për faktin sepse cilësia e jetesës rritet për gjithë qytetin. Në qoftë se ne kemi sot një qytet ndotur, është pikërisht nga mënyra se si ne kemi zgjedhur të lëvizim. Duke pas përgjegjësi që ne nuk e kemi tokën tonën, por e kemi marrë me qira fëmijëve tanë. Është diçka që do ja dorëzojmë atyre, ndjejmë gjithë pak a shumë përgjegjësinë për t'i dhënë një tokë dhe një qytet aq të shëndetshëm dhe të pastër saç na e lanë prindrit tanë. Mua shpesh më vjen turp që i mat më dorëzojnë një qytet të pastër dhe të shëndetshëm dhe unë po i lë tim birit dhe fëmijëve tanë një qytet të ndotur, një qytet të pushtuar nga makinat, ku ka pak vend për qytetarët, ku ka pak vend për fëmijët dhe i gjithë qyteti është dorëzuar tashmë një lëvizje jo të shëndetshme, një lëvizje as pak mjedisore dhe një lëvizje që afatgjatë do na marrë vite jetë secilit prej nesh, afatgjatë do i marrë vite jetë fëmijëve tanë nëpërmjet smundjeve, nëpërmjet një cilësie jetese as pak të shëndetshme. Qytet që është dhënë makinave nuk mund të jetë kurrë njësor me qytetarët e vet. Nuk është kjo vetëm për ciklistët, kjo është edhe për pëmësorët. Pedalimi është ilaçi për të ndryshuar këtë ndotje mjedisore dhe këtë ajër të ndotur që na mbyt ditë për ditë në një qytet si Tirana. E shohim te fëmijët, ndoshta më shumë se te vetja jonë, e shohim te frymarrja e vështirë e fëmijëve tanë, te rastet e smundjeve të mushkërive apo astmës, që Tirana ka nevojë për një revolucion të lëvizjes. Ideja është që duke mbyllë xhamin e makinave nuk shpëtojmë nga tymi. Shpesh 90% e qytetarëve mendojnë se duke mbyllë xhamat e makinave shpëtojnë nga ndotja. Nuk shpëtojnë. Është një veprim prej struci gati që të fshehësh atë që po ndodh. Ëndra ime është që i mbirë nesër të jetoj në një qytet të pastër. Ëndra ime do ishte që qielli të vazhdojë të jetë blu dhe deti të vazhdojë të jetë blu.